Maska me kos që I ka lënë të gjitha femrat gojë hapur. Lëkura e fytyrës, duke qenë 24 orë çdo ditë të vitit e ekspozuar ndaj agjentëve të jashtëm, kërkon një kujdes të veçantë nga ana juaj. Nuk mjafton vetëm ta pastroni dhe ta hidratoni, por rutina e kujdesit përfshin gjithashtu eksofilim, maska dhe masazhe. Nuk është nevoja të merrni trajtime speciale në qendra estetike, pasi në kushte shtëpie mund t'i ofroni lëkurës suaj atë që ka nevojë. Këto maska mund të ofrojnë shumë për lëkurën tuaj. Në saj të acideve yndyrore, pronat antibakteriale, proteinat dhe vlerat ushqyese, këto maska mund t'i bëjnë lëkurën tuaj të qëndrojë butë dhe më e pastër. Për këtë ju duhet kos avokado dhe vaj ulliri. Përzieni gjysmë gote kos me gjysmë avokado të bërë pure. Pasi të jetë formuar masë homogjene, shtoni një lugë vaj ulliri, aplikoni në lëkurë dhe relaksoni për 15 minuta. E shplani me ujë të ftohtë. Në qoftë se lëkura juaj është me puçra ose me akne, kombinoni kosin, bananen dhe një lugë shafrani ndije. Në qoftë se lëkura juaj është e zbehtë dhe pa jetë, kombinoni kosin, mjaltin dhe kanellën në kombinim me limonin.